Inshallah kthehet sa më fuqishëm. Po kam po një lajm shumë i trashtueshëm, fatkeqësisht ai ka ndodhur, respektoj shumë gjestin se tep çish është, edhe familjen e tina, që edhe e kom njoftu babën e tina, edhe ngushëllime, edhe një herë për meja. Jo si ka met hatri. Nuk i ka met hatri, e kena pas atë energjinë e njëjtë, që kena pas edhe mrena në bek, në fundit na jena kon me një loj, atë edhe ke fundi rrugtimit tonë në bek, kështu që normal tani kena pas edhe na lojat e tona kundër njëri tjetrit. E sa i përket nominimit, ndoshta kisha mujt me ndryshu nominimin, tek kisha kthy kohën pas, po besoj ka rrova mirë gjesti. Po, ti ka rrova shumë mirë, po. Kështu që krejt në rregull. Ata na sen në klub aty, o nuk pse ma bone këta jo. Jo bre, veç ma vej o nuk. Të kishë vë ma shumë lojna bre. Sa jo e ka pas shtu në lërë. Qa ti thësha se unë i zhvilloj dinamikat me ta, edhe i thësh hajde gjes të bojna shtu pu me një herë e bojna. Hajde shto pu me një herë. Tani unë isha i personi që thoj ke jep bre, prit mos po dal keq, anë i këne herë se ka pas këtë problem veç. Sot a ka në kontakt me si Juve? Fatkeqësisht ai që tash është përjetu një kohë vështirë. Besoj i nevojitet kohë atina për veten e vet, për familje, kështu që inshallah kthehet sa më fuqishëm. Leo është më gati se kur për një vit tjetër shpërthyes, por deri në 2026 mbajini në mend këtë datë të dhjetorit. Edhe një lajm e kam për krejt ndjekësat e më 18 dhjetor, del konga jam e re, që në fakt e kom ndryshu pak, e kom bo gjermanisht shqip. Edhe kom marrë shumë komente se e kom postu thjesht në TikTok, edhe kom marrë shumë komente, këno ma shumë gjermanisht më shumë fort. Okej, sa jera, e ka bëm gjermanisht shqip, me 18 dhjetor. Fyë e ma.